Burjani. Zotri Burjani, përshëndetje. Përshëndetje dhe juve, faleminderit për ftesën. Jemi thuajse në përfundim të numërimit të votave, jo vetëm për kandidatët për deputet, por në përgjithësi në përfundim të numërimit të votave të procesit zgjedhor të mbajtur me 7 qershor. Dhe kemi një pasqyrë mjaft të besueshme, mund të themi tani, kur jemi mbi 80% të votave të numëruara, për rezultatet të finale pra të këtyre zgjedhjeve, por edhe deputetëve. Sot do të fokusohemi tek deputetët, zotri Burjani. Kemi pasur befasi, mund themi, në bazë edhe të dhënave të cilat janë publikuar nga KQZ-ja. Do e filloni me radhë nga partia më e madhe, themi në bazë rezultateve, nga lëvizja vetë vendosje. Kush ju befasoi, themi, në këtë top 5, apo në këtë parti nuk ishte befasi, ishte diçka e pritshme me këto rezultate? Po tashti, ende si që e thatë ju, nuk ka përfundu i tërë procesi numërimit e votave, po do të presëm dhe i sa të përfundon edhe këj proces dhe sakte dim numërin e votave për kandidat. Pra pa pas një rezultat dhe një pasqyrë krejt të qartë, nuk do të mundimi me tonë përfundimisht qysh, se ju e dini që një vot mundet me lujtë, për një vot dikush mundet me fillus, dikush mundet me hup, ose me ra krejt për garës për ullëse në kuvend, prandaj do të ishte ma mirë që të themi vetëm pak në përgjithësi disa gjëra. Normal që ka pas befasina dhe mund të ketë befasira, edhe në lëvizjen vetë vendose, po dhe në subjekte tjera politike, si që është raportu edhe nga mediat, apo deri me tash nuk KQZ ju dini që nuk raporton për temat e kësaj natyre për derisa nuk i nxjerr rezultatet përfundimtare. Pra, në rezultatet përfundimtare normal që aty do të japin edhe dhënat dhe statistikat detajet e shumta për kandidatët dhe do të shohim se cilët kandidatë nga cilët subjekte politike kanë fituar më shumë të vota. Normal që në duket e parë, përshtypja ime është për Fatmire Kollshaku në lëvizjen vetëvendosje, pastaj Sali Zyba, mund të themi Enver Dugolli, edhe disa të tjerë të cilët nuk kanë arritur domethënë në qëllimet e tyre, përderisa ende nuk mund të themi përfundimisht se ka diçka në këtë temë të përfundimtare, mirë, po vetëm me çujt sikur mendim preliminar, edhe unë veçoj mendimin tim preliminar, për shkak nuk ka befasu do të Glauku as Albulena, as tjerët brenda kësaj liste cilët të dihet, pa ka shumë se unë kam thënë dhe po vazhdoj të përsëris çështjen dhe përvojën time nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe natyrisht nga përvojë me zgjedhjet në Kosovë, gjithmonë partitë politike e bëjnë këtë punë duke e orientuar votën, pra lideri orienton votën përmes degëve të partisë së vet, dhe nuk është befasi që edhe ndonjë njeri i cili ka dhënë një kontribut të madh dhe nuk ka qenë në listën e liderit për mu për lobizu për ta, ka humbë dhe thotë, ndonjëherë liderët janë të përfshirë në lobizim, dhe ndonjëherë janë të përfshirë në lobizim kryetarët e degëve dhe personat të shumë të cilët janë bojnë grupacione brenda subjekteve politike, kush kanë dhe voton, dhe atëherë ku s'ka dorë lideri dhe nuk intervenon, apo nuk dërhyjnë atëherë loja politike për vota shkan duke lëvizu njëri për tjetrin dhe bëhen me marrëveshje. Pra, sidomos në nivel vendi kur ka kësi situatash, atëherë bëhet një marrëveshje që të përfshirëse. Pra, nuk pres befasitë mëdha në lëvizjen vetëvendosje dhe përveç atyre të cilët janë figura qendrore që dihet zoti Kurti, Albulena Haxhiu, Glauku, Sfeq, ladhet e tjera, ata që kanë dhënë, po e ju Maqedonë, sidomos këta nuk kanë, ndoshta do të jetë pak më vështirë për më fal bashkënosin, edhe pse nuk dihet domethënë saktë kjo punë, edhe po foli vetëm me terma të përgjithshëm për shkak se nuk do të mundemi me fol në mënyrë të veçantë për ton diçka më specifike, pa e marrë rezultatin përfundimtar cilën e shpall Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pasi që çerti gjatë periudhës së konferencës që e mon për media, ju e dini që shkon procedura e tyre dhe natyrisht ata pastaj mund të i deklarojnë të gjitha domethënë këto të tema. Në anën tjetër në PDK as aty nuk ka ndaj farë befasie të mëdha, po përveç shqyrtuar që Xhavit Haliti dhe disa tjerë nuk kanë arritur të kalojnë në këtë garë, por prapë mund të them që nuk ka ndryshime esenciale apo thelbësore as në lëvizjen vetëvendosje, por as në PDK. Madje nuk ka as është pak për çudi kur flet për aleancën, për shembull kur del Gjini i pari dhe Ramushi del i dyti, ose është ndoshta pak befasi e madhe kur lideri i LDK-s del i dyti dhe Vjosa Osmani është prisë se del e para. Ndërsa këto janë në disa fiskultura apo taktike të cilet janë bërë me
me angazhimin e vetë subjekteve politike të orientimit të votës, sepse në Kosovë orientohet vota, ai kush mendon që nuk orientohet është e ka gabim, por shumica e njerëzve kryesor, domethënë që i takojnë subjekti politik dhe që kanë rol të madh brenda atij subjekti, lideri politik me degët e orienton votën pak a shumë. Ju dini si ka kalu Rashiqi për shembull, Rashiqi edhe pse është i komunitetit serb, ajo është përkrahur nga lëvizja ndoshta vetvendosje, po them ndoshta sepse për këtë do të ketë fakte mirë, po sidoqoftë ai shihet që për lista sopse s'ka mujt me votu ato, po e ka votu të tjerët, pra kjo mendohet që mund t'i bëjnë një nder si lëvizja vetvendosje e zotit Rashiq, po edhe njerëzve të tjerë, pra pra nuk po pres diçka çudina të mëdha të cilët si kemi po asnjëherë. Pra gjithmonë ata 5 kandidatët e parë dhe ose njerëzit kryesor brenda subjektit politik arrin të hyjnë deputet. Unë këto e kam edhe brengën më të madhe, sepse në Kosovë ka prej 11 legjislatura sa po bën. Ka njerëz që janë deputet përmbi domethënë 5, 6, 7 legjislatura dhe është e çuditshme qysh një njeri krejt jetën gati pothuajse me 20 e kusur vjet mund të bëhet ato deputet, mund të ketë rolin e deputetit, i cili asnjëherë nuk ka pas me ndryshe subjekti vet politik, se do të prapë të njëjtit më votu. Kështu ka qenë edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, është edhe PDK deri vonë. Pra këtu nuk më pëlqejnë këto farë metoda dhe këto forma, sepse ju dini që mandati është popullor dhe nuk ka vend pune. Pra nuk do të deputetet me marrë ato si vend krym, si vend pune dhe mos me lyp kur punë kërkojnë, mos me punu kur shoh, por më marrë vetëm me politikë që e shujnë ata, sepse ju dini që politika nuk ka profesion, por është mandat popullor, dhe ja popullin një mandat, mundesh me qenë 2 mandate, 3 mandate dhe mos me qenë më asnjëherë, varësisht nga kontributi ose me heq dorë, për shembull zoti Dauta Haradinaj ka heq dorë fare, edhe nuk ka dash, zoti Gjini nuk guzon me heq dorë për kryetarit e komunës së Gjakovës, e dini pse, sepse humb Gjakova. Nuk fiton, do të më shkon zgjedhjet jashtëzakonshme dhe ai nuk mund ta bëjë këtë punë. Pra nuk shkon në parametrat e tjerë sepse i bën dëm aleancës, ndërsa në anën tjetër, domethënë disa njerëz të cilët riciklohen për një kohë të gjatë në PDK, shto Vlora Qitaku, vetë të tjerë, domethënë nuk pres kurçu çata që janë kont. Faktikisht prej tyre nuk mund pret qytetari kurçu as më pak as më shumë. Po dhe dikush mundet për tyne me veç çka po prit një jo. Po s'mujna na me prit më shumë veç një angazhim më të madh tek këtyre deputetëve sa i përket legjislaturës ose marrjes iniciativa, ideve, sepse ju e dini që qeveria në Kosovë gjithmonë ishte sponsori dhe është sponsori më i madh i ligjeve në të përkuvendin e Kosovës. Në vend që ata të kanë iniciativa si kuvendar, ata kanë të drejtë me pas iniciativa pas e kushtetutës për me nxjerr ligje, por asnjëherë nuk i shkon ajo mendje ose rrallë ka ndodhur që një ligj është iniciuar për grupit të deputetëve të një subjekti politik. Pra kjo është pak e dhëmshme sepse na kemi domethënë deputet të cilët për një kohë të gjatë ciklohen në mandatet e shumta dhe nuk kemi përfitime prej tyre si qytetar, përkatësisht as shteti i Kosovës nuk përfiton kurrë. Pra është mirë partitë me mendu me rifresku tankohen në listë. Nuk është të thonë një kandidat me qenë domethënë tankohen një njeri me qenë kandidat për deputet dhe me pas ju keni plot asë në Blerta, Deliu në PDK për shkak plot pa këtë njerëz të subjekte politike që riciklohen dhe pa marrë nuk pas një të keqe, domethënë në rregull është kjo, sepse është mendim i atyre si subjekte politike ka orientojnë këtë votë. Pra po foli për orientimin se ekziston orientimi. Mos me kon orientimi nuk bën këta njerëz tankohen, po na herë kishin ndruar menën elektorati i tyre politik apo partijak, por sa shërani me ndru mendjen për 3, 4, 5 persona, ose gati deri në 12 persona që sillet sipas statistikave të mia që kam për arritmi përcjell, janë 2-13 individ në gati në secilin subjekt politik, cilët varësisht për përqindjes ata gjithmonë janë brenda kuvendit. Pra, po foli edhe për aleancën që ke pas plot njerëz edhe pse është parti shumë më vogël, me 6% përqindje gjithmonë gati, po gjithmonë i ka pas gati të njëjtit. Rrallë ka ndodhur veç kur ka ra, domethënë elektorati ty nëse ka humb më shumë vota, atëherë kanë ra disa individ, për ndryshe janë disa individ aty që s'mundën kur me kalu si Besnik Tahiri dhe të tjerë mirë, por aty vota orientohet, po ndonë e bën lideri politik ose marrëveshjet politike për brenda, mi ia dhon vota direkte kështu me radhë dhe me lobizu më shumë për ta, pra në partitë e vogla kështu dhezë edhe më lehtë. Edhe është më lehtë më identifiku se në subjektet e mëdha politike, sepse subjektet mëdha politike marrin edhe role të ndryshme brenda subjektit njerëz të ndryshëm, sidomos shtapi zgjedhore, po këtë punë ju e dini, shtapi zgjedhor me të tërpunë smerët vetëm me çet punë në subjektet politike. Fatkeqësisht unë kam pas dëgjuar do të edhe zotin Zemaj, Armendi, i cili gjithmonë ka thonë vetë kom fituar kur s'm kanë imun letë. Edhe shumë interesant edhe çudi mirë, po ai arrin edhe sa të jetë domethënë tankohen
në legjislatura, domon urime natyrisht për zotin Zema, ai ka dhënë kontribut të çmueshëm pa dashme me thon kur as më shumë as më pak se çështja në fund të fundit e vetë subjekti politik dhe ndoshta edhe angazhimit që ka zoti Zema permanent në terren. Ai është një njerëz që ka ngajt më shumë domon në terren dhe ka njerëz përkrahasë shumë mirë, po që Erbengashi ka situata kur bjen ndonjëherë prej listës dhe nëse s'ja shoh kërkush vendin, atëherë mbetet jashtë legjislaturës, pra ka plot kësi individ, dikur ka pas edhe i quajtur uzurpator, disa që kanë për herë, gati deputet, një gjenerate vjetër LDK, që quajtur uzurpator të karrikave të deputetëve, tashti na kanë bërë shumë uzurpator të karrikave nga secili subjekt politik, fatkeqësisht kur t'i japet besimi do t'i japet besimi për diçka edhe në parti politike, kur t'i japin besimi dikujt për deputet me pri diçka pitine, pastaj forumet e tyre partijake me vendosa ka nevojë më njëri më u kandidu, pse më u kandidu të në kohën dhe pse duhet dikush me fitu të kohën, se ajo për i bëtëm edhe zhvillimit partisë brenda, sepse po iken njerëzit e mirë, ata që janë inteligent, intelektual, për të shohin që s'ka shansa më bas njerë deputet si Vjeralla, të rejtë të tyrohet më largue. Nashti po pres një pyetje specifike për juve tashti. Po, dhe me thënë, mendoni që në fakt ka pasur shpesher edhe ankesa, sidomos edhe nga gjenia femrore, të cilat thonë që nuk përkrahen nga partia në cilën ato dhe me thënë garojnë për deputete dhe po ashtu edhe kur ndihmohen edhe financiarisht, dhe me thënë deputetet, edhe aty ka një përzgjedhje të tyre, ashtu si që është deklaruar ndonjëherë. Mendoni që janë të vërteta këto deklarat? Funksionon kështu, janë gjithmonë disa persona të favorizuar në parti të caktuara politike dhe të tjerët qoftë ata dhe të rinj të cilët marrin pjesë për herë të parë nuk e marrin themi mbështetjen e nevojshme nga partia në mënyrë që të kemi edhe një rifreskim themi të personave të listës, personave për kandidat ose për deputet të një subjekti politik në parlament, por i shohim gjithmonë pra të njëjtit persona. Okej, ju keni ngrit 3 pyetje, 3 çështje shumë rëndësishme, është domon kuota gjinore, zakonisht kësaj here ka ndodh nganjëherë që kjo të kalohet, dhe disa gra domethënë arrin vetëm të marrë votat pa kvotë gjinore, ndërsa një pjesë e tyre shkon sipas kvotës gjinore. Kjo është realiteti dhe praktika jonë. E dyta sa përket të financimit të dikujt më pak, dikujt më shumë, ose dhënia e mundësive pak më të mëdha financiare për lobizim, përkatësisht edhe për propagandë dhe marketing në opinion publik, është një temë shumë e ndihshme edhe brendshme partijake. Nuk ka deklarime të kësaj natyre, por ka spekulime të mëdha që bëhen dhe ka diçka të vërtetë. Natyrisht se ka diçka të vërtetë nga kjo, sepse kur dikush përkrahet, përkrahet në variantat e na, përkrahet edhe ajo që tashën e përmes orientimit të votës, orientohu pastaj edhe buxhetit i cili mund dikush mund të nxjerrë subvencione apo buxhet më të madh domethënë nga sektori privat, aty nuk lojë është sektori privat, domethënë i cili i japin para për disa individë, ata shkojnë edhe kërkojnë ndihmë financiare për borda që shtojnë për të vendosur domethënë marketing për veti dhe për dalë ndoshta paguajnë edhe për televizione që nuk i dihet fare kësaj çështje, mirë po paguajnë, dini që sponsorizohen edhe spotet e partive politike nga shumë televizione, sponsorizimi bën që ata vetë i kryejnë ato shpenzimet financiare për të dalë domosdoshmë në spotet televizive, të cilat i shkruan shumë drejt dhe saktë për funi ekranit që këto janë sponsorizuar nga subjekti politik, për shembull lëvizja vendosje ose nga individet, pra janë mediat janë shumë korrekte në këtë drejtim sa përket sponsorizimeve kur janë vetë ata kur të bëjnë domosdoshmë si kandidat kërkojnë domethënë me sponsorizu një spot përkatësisht jo mos domosdoshmë përkatësisht me dhon para për me qit një spot një temë një çështje caktuar që letë dini që edhe media duhet me jetu dyqysh dhe normal kjo është krejtësisht normale domethënë që dikush që sponsorizon atyre spotet dhe mediat i qesin normal me përmes marketingit që ushtrojnë apo drejtorisë e marketingit që kanë televizionet. Po ka dikush qasje më shumë ose dikush më pak, kjo është e themshme, për shembull kur dikush më shumë ka qasje në televizione nga individët e subjektit, dikush më fare më pak, ju e dini që Enver Hoxha i kohën gjatë kësaj fushate ishte vetë në fushat ato. Do ke që njeri i pa dëshiruar brenda PTK-s, megjithatë ai do të jetë deputet, por domosdoshmë me vështirësi dhe me temat e tjera për shkak ndoshta edhe kërkesa e nevojave që ka shtruar në PTK dhe më herët, ai ka pas ambicet e tij që të jetë edhe lider i këtij subjekti politik, kështu s'po është spekuluar, thonë,
Mirë po, ju e dini që vazhdimisht këto tema janë lufte mbrëmshme e individëve brenda një subjekti politik, se përveç asaj na unë përmenda dy tema tash edhe tema e tretë, më falë, cila ishte se ishte 3 tema që nxitet kuotën gjinore dhe ishte kjo financimi dhe ishte edhe një temë nëse edhe përkraja, domethënë vëmendja që jepen kandidatëve të njëjtë dhe aty ata që janë të rinj, domethënë që aplikojnë për kandidojnë për herë të parë, duke se nuk marrin atë vëmendjen ose mbështetjen themi nga partia dhe gjithmonë janë të vetëm në garë. Saktë, shumë e saktë në këtë çështje, domethënë ky konstatim shumë i saktë, për shembull ke pas edhe analista politik për shembull në një subjekt politik që ka dalë 98 në listë me vota, domethënë s'po përmend emrin se din edhe jo. Domethënë në një subjekt politik që është LDK për shembull, po edhe të tjerë, ato shumë vështirë me ardh outsider për jashtë, edhe pse mundesh me qenë figurë njofte intelektuale ose mundesh me qenë figurë njofte nga bota shoqërisë civile apo bota akademike dhe mos me fitu vota, sepse politika nuk shkon me akademinë bashkë në Kosovë, po nuk shkon as me biznesin. Është interesant që ka edhe biznesmen që të arrin ose pa përkrah e liderit s'ka mujt me arrit, ndërsa edhe në formate të tjera kanë mbri. Me qenë financuesi i partisë politike, po, me dhënë buxhet për partinë, na është i kishin përkrah. Domthonë përkraja nuk është gjithmonë e barabartë, është pra selektive. Secili subjekt politik Kosovë në mënyrë selektive e bë këtë punë. Fatkeqësisht domethënë ka shumë individ të zot brenda subjekteve politike që cilët mund me kontribu shumë ma shumë. Për shembull, unë kisha pas dëshirë që Fatmira Kollçaku të jetë pjesë domethënë sërish e kuvendit Kosovës, sepse është një zonë e cila shumë është e dobishme për kuvendin e Kosovës, po ka edhe të tjerë, po vlerëson e merrni vetëm një temë merrni parasysh. Qysh Donika Gërvalla mundet me marr vota në lëvizjeve të Dosje dhe Mimoza Kusari. Kjo lista Guzolla e alternativa që s'kan kurfar elektoratit të vet, për shembull të vetin të veçantë, por ata gjithmonë fitojnë sepse kurti dhe të tjerë të ndihmojnë, ata lëvizojnë për ta më shumë, dhe ata duhet me konë si zonja Gërvalla, si ajo tjetër, dhe duhet me konë pa tjetër të më konë duhet me bëhe deputet, edhe ta është peshëni që çka po thamone, nuk po këta i ki shumë vështirë mi dallu në Kosovë, se këtë janë gati të njëjtë ka formati veprimi që veprojnë liderët politik Kosovë, dhe më thonë, i njëjta formë, veç paketimi pak ma ndryshëm, për ndryshe krejt është e njëjtë që ka bajnë, dhe mëne kjo është shumë brengose se për demokracinë dhe zhvillimin edhe pluralizmit politik dhe ideor brenda një subjekti politik, se s'ka reformat, nëse i kini par deputet të ankohen, dhe deputet që të ricikluan 20 a ma shumë, aty s'ka kur që dhe më thonë, është çështja këtë liderit që s'ka reformat e mbrëmshme, ju ata të shumë bukur e konstatut, shko individ të rriti edhe me hindi kush një subjekt politik, çfarë do të qoftë me tituj akademika, biznesor, pa e pas përkrojnë për brenda, nuk mund është ose dyqyshët me bo këtë punë, sepse ka pas ide që ty e dini që kanë blej edhe vota subjektet politike, prej antarësisë së qërë, edhe prej qytetarëve, ka asin edhe ka pas vepra penale të kësaj natyre ma herët. Unë mbaj mirë shumë që ka pas shumë kësi temat të kësaj natyre të vlerës e votës 2007, 2010, 2012, edhe tash mund të ketë në mënyrë tinzare cilët nuk zbulohen nga prokuroria për ndryshe blejnë vota dhe nga qytetarët individ. Edhe kjo, kush ka para dhe më tonë investan vetë, kjo është shumë e dëmshme për shtetin, por natyrisht që prokuroria ka njëre nuk i ka sytë edhe vesh në të naon që ka ndollë, mirë po pa raportu. Ju dini shumë mirë që partitë politike kur nuk raportojnë për dështimet e tyre të mbrëmshme, për shembull. Për këto dallaverat të mbrëmshme, asnjë subjekt politik Kosovë nuk deklarohet kur që ka pas blerjet e votës brenda. Ju përveç se ju e dini vetëm një çështje që është përmend në Prizren, çështja që tash e dini edhe me emën, po s'kam nevojë as me thonë, kur zoti Tote ka thonë nuk është më kandidat i joni nga Prizreni, për është i Krishti Anglisht, domethënë kjo i bën që ka distancim nga pak për disa njerëz, ka distancim nga pak, po jo edhe distancim përfundimtar të njerëzve, domethënë, cilët për shkak nuk ka nevojë më konë kandidat, dhe me thonë aty kur e dinë që problemet i bajnë, apo kanë bërë problemet e kësaj natyra se dyshohet. Mirë pa, gjithëherë ka mohu që kandidati deputet që ka qeni PDK-s, s'pe përmend emrin se dije, gjithmonë ka mohu ai që ka pas dhënat e tilla. Normal, prokuroria nuk ka zbulu kurrë për të përmendur me thonë, andaj ai ka fituar drejtën e kandidimit, pa më parasysh që Dega Prizreni nuk e ka përkrahur vet, është kandiduar nga kryesia për shembull, e ka marrë për si për kryesia e partisë. Por mos harrojmë edhe një, kjo demokraci kështu, me këta po njerëz që i njohim në atë gjithë,
që njohim na pa, njohim kanë filluar edhe qytetarët e zakonshëm i njoh, nuk ka fitim shteti domon, se ti ka të kimë bënë njëri deputet 15 vjet edhe Badiava me najt aty edhe mos e pas kur iniciativë vetën, se për çfarë politikani çka ka Kosova në kuvend, që e dini shumë mirë çka po thonë është një numër krejtësisht i vogël i njerëzve që janë aktiv brenda kuvendit të Kosovës. Mo për iniciativa legislative në Korani me fol se aty s'ka hiç gati, ka grupe parlamentare që kanë marrë iniciativë më herët për me bë, po individ nuk ka. Ajo dini që sipas kushtetutës individi, deputeti ka të drejtë me marrë domosdoshmë iniciativë për ligje, ka edhe iniciativa tjera. Zoti Burjani, unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë dhe analizën tuaj dhe ju përshëndes. Faleminderit edhe për ju.